A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të dashur ndjekës të kanalit ton, jemi takuar sërish së bashku në mësimin e radhës, por përpara se të kalojmë te mësimi i ditës së sotme, do t'ju rikujtojmë se kemi përvetësuar tashmë alfabetin e gjuhës arabe. Kemi marrë pak më herët pozicionet e ndryshme të shkronjave, sepse ato transformoheshin në bazë të pozicioneve që marrin kur ndodhen në një fjalë. Kështu që ne kemi përvetësuar pozicionin në fillim të fjalës, pozicionin në mes të fjalës dhe sot do të marrim pozicionin në fund të fjalës. Për të bërë një përsëritje të shkurtër, do të shikojmë së bashku pozicionin në fillim të fjalës të elifit, të hemzes, të bas, tas, thas, gjimit, has, khas, dal, dhal, ra, zaj, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fe, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, he dhe je. Të gjitha këto forma që ju i shihni me ngjyrë të kuqe shkruhen pra në fillim të fjalës. Dhe gjithashtu kemi përvetësuar në mësimin e kaluar, dhe të kujtohet, pra pozicionin në mes të fjalës. Ja ku kemi këtu pra elifin, hemzen, shkruhet në këtë formë, bën, tën, thën, gjimin, han, khan, dal, dhal, ra, zaj, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, he dhe je. Ndërsa sot do të kalojmë tek pozicioni tashmë në fund të fjalës. Atëhere, kemi fjalën e parë nebe. Si që shihni me të kuqe, është elifi në pozicionin në fund të fjalës. Fjala ka 3 shkronja, nun, be dhe elif, dhe elifi shkruhet në këtë formë në fund të fjalës. Ndërsa hemze shkruhet pra në këtë formë, edhe pse kjo në fakt në fund duke sikur është një j ngjashëm me wavin, por kur ndodhet hemze e vogël sipër, ajo lexohet pra në bazë të zanores e, i ose u. Sejje është mënyra që shkruhet pra në fund të fjalës. Kemi shkronjën be, e cila shkruhet në këtë formë, pra me të kuqe, në fund të fjalës. Wahaba. Do t'ju rikujtoj se nuk duhet pra të fokusoni tek zanoret, sepse unë i lexoj me zanore, kështu që ju duhet të fokusoni më shumë tek forma e fjalës që ndodhet në fund. Në rastin konkret kemi tën, pra e cila shkruhet në këtë formë. Mirë po shikoni se ka dhe një fjalë tjetër këtu, edhe kjo gjithashtu është t me 2 pika sipër, dhe kjo quhet t marbuta. Pra t rrumbullak marbuta, t marbuta do të thotë të rrumbullak me 2 pika. Është e njëjtë pra me familjen e varkave dhe kanë të 2 pra 2 pika sipër. Sekete, gjennetun. Pra të 2 këto shkronja janë te dhe shkruhen në këtë formë të kuqe në fund të fjalës. Për të vazhduar me pjesëtarin tjetër të familjes së varkave që është theja, dhe këtu kemi rafatha,
rafatha shkruhet në fund të fjalës në këtë formë siç e shihni edhe ju me ngjyrë të kuqe. Për të kaluar në një familje tjetër, thamë familjen e dyshave, mbrapsht poshtë. El-hajju, gjimi në fund të fjalës shkruhet në këtë formë. Ngjason pak me gjimin e cila është pra e vetme, thjesht i vendoset një vizë për të lidhur në fund të fjalës. El-hajju, pra gjimi shkruhet në këtë formë siç e shihni edhe ju. Për të kaluar në një pjesëtarje tjetër të familjes së dyshave, mbrapsht fataha, edhe haja gjithashtu, pra shkruhet në këtë formë ngjashëm me pjesëtarën tjetër që kaloi pak më parë, që ishte gjimi. Vazhdojmë me pjesëtarën tjetër, por se kjo ka një pikë sipër, kemi thënë keni kujdes pikat. Pikat janë shumë të rëndësishme. Edhe pse shkronja transformohet dhe jo totalisht, por pikat na bëjnë ato që ne me anë të tyre të kemi mundësi t'i dallojmë se çfarë shkronje është. Dhe në rastin konkret këtu kemi nafaha, nga që ka pikën sipër, familja e dyshave mbrapsht poshtë, pra ne lexojmë kha, wa nafaha, dhe shkruhet në këtë formë ngjashëm me pjesëtarët e tjerë të familjes. Për të kaluar tashmë tek një familje tjetër që është familja e hënave. Wa'ada, kështu shkruhet, pra dal në fund të fjalës. Në fjalë e cila ka 3 shkronja dhe dali këtu, siç e shihni, është në fund të fjalës. Dhe ajo lidhet vetëm nga kjo anë. Do t'ju kujtohet që ishin disa shkronja që nuk u lidhshin nga të dy anët, sikurse është me gjithë shkronjat e tjera. Pra shkronja elif, dal, dhal, ra, zaj dhe waw nuk lidhen nga të dy anët. Pra një prej tyre është edhe dali, i cili nuk lidhen nga të dy anët. Vazhdojmë me antarin tjetër të familjes së hënave, që është nebedhe, dhal, dhe shkruhet në këtë pikë ngjashëm me dalin, por thjesht duhet kemi kujdes sepse ka një pikë sipër. Nebedhe. Për të vazhduar pastaj me pjesëtarën tjetër familjes të hënave, por të dy hënave që janë pak më të gjëra, dhe është ra dhe e dyta është zel. Amara, rëja pra shkruhet në këtë formë në fund të fjalës dhe nuk u lidhte pra nga të dyja anët. Baraza, zeja shkruhet në këtë formë, pra duke sikur se është e vetme, ngjason e vetme në këtë rast, edhe pse është në pozicionin në fund të fjalës. Pse? Sepse para saj është rëja dhe rëja nuk u lidhte nga të dy anët. Pra kanë ardhur dy pjesëtar të në familje, që është hënave të gjëra, baraze, dhe rëja, nga që nuk u lidhte nga të dy anët, nuk lidhet as në fund zeja, por është ngjashëm sikurse e vetme. Baraze. Pastaj vazhdojmë me një shkronjë tjetër që është sini. Abese. Sini shkruhet në këtë formë dhe është shumë ngjashëm me pozicionin vetëm. Pra, kjo këtu që ju shihni me të kuqe është forma se si shkruhet në fund të fjalës. Është një fjalë që ka 3 shkronja dhe në fund shkruhet sini, pra siç ju e shihni me ngjyrë të kuqe. Vazhdojmë me pjesëtarin tjetër të krërave, kemi thënë, batasha. Edhe këtu njëjtë pra shkruhet në fund të fjalës në këtë formë dhe ngjason shumë me pozicionin e vetme. Thjesht vetëm pra i shtojmë këtu një vizë për të lidhur me shkronjat që kanë ardhur, domethënë, para saj. Batasha shkruhet shini në këtë formë. Normalisht këto janë shkronja pak të thjeshta për të shkruar dhe për të kuptuar, domethënë, pozicionin e tyre. Për të vazhduar më pas me sad, kemi thënë raketat e ping-pongut familje,
dhe ishin dy, sad dhe dad. Sadi, si që shihni, në fund të fjalës shkruhet në këtë formë dhe gjason shumë me pozicionin kur është e vetme. Por, duke qenë se është në fund, thjesht i shtojmë një vizë dhe lexohet në kasa. Vazhdojmë pastaj me pjesëtarin tjetër të njëjtës familje, por si karakteristikë dhe veçori ka pikën sipër. Bad, bibadin. Pra edhe badi shkruhet ngjashëm me pjesëtarin e të njëjtës familje me sadin në fund të fjalës, siç e shihni me ngjyrë të kuqe. Për të vazhduar me familjen e b-ve, pra khalata. T-ja shkruhet në këtë formë. Ngjason pak edhe me pozicionin vetëm, por edhe me pozicionin në mes, sepse është një shkronjë që lidhet pra nga të dyja anët. Por në këtë rast ne e kemi në pozicionin në fund të fjalës. Pastaj vazhdojmë me një tjetër anëtare po të njëjtës familje, por me pikë sipër, me ghalladha, dhe shkruhet në këtë formë ngjashëm me tan. Vazhdojmë me një pjesëtar tjetër të familjes, që ishin të treshave mbrapsht, dhe ja ku e keni ajnin në pozicionin vetëm, por në fund kjo shkruhet në këtë formë. Pra pothuajse transformohet disi, do me thënë, ndryshe nga pozicioni në fillim, si që shihni, këtu, që është ajni, ose në pozicionin në mes. Ndërsa në pozicionin në fund të fjalës, sepse kjo fjalë ka 3 shkronja dhe është ajni në fund. Pra shkruhet në këtë formë, si që shihni edhe ju me të kuqe. Një antar tjetër e të njëjtës familje është ghain, po thjesht vetëm se ka një pikë sipër. Balagha. Pra balagha është e njëjtë me atë që ne përmendëm pra pak më lart. Pastaj vazhdojmë me një antar tjetër të nëntave, shtrir kemi thënë, një familje tjetër që ka 2 pjesëtar, fe dhe kaf, dhe kjo në varësi të pikave, f-ja kishte 1 pikë sipër, kurse kafi ka 2 pika sipër. Dhe lexohet këtu khalafe. F-ja ndodhet pra në fund të fjalës. Një fjalë kjo me 3 shkronja dhe f-ja këtu është në pozicionin në fund, ngjashëm me atë të vetme, siç e shihni ju, thjesht vetëm se pra i shtojmë një vizë për të lidhur me fjalët që ka, me shkronjë që ka para. Vazhdojmë antaren tjetër që është kafi, por se kishte 2 pika sipër ndryshe nga f-ja dhe lexohet feseqa. Siç e shihni këtu, kafi është gati në pozicionin në fillim ose e vetme më saktë, e vetme, kurse këtu është në pozicionin në fund. Feseqa. Për të vazhduar pastaj me shkronjën kaf, dhe në fillim kishte një ndryshim, një transformim totalisht në fillim të fjalës, pra kafi shkruhej ndryshe, siç edhe ju e shihni këtu, pra shkruhet kafi në këtë formë në fillim të fjalës, ndërsa në mes shkruhet ngjashëm, por se lidhet nga të dyja anët, kurse në fund shkruhet në këtë formë që ngjason vetëm me shkronjën kur është në pozicionin vetëm, pra me këtë formë pothuajse. Pra minke, kafi këtu është në rolin, në pozicionin, pra në fund të fjalës. Për të vazhduar më pas me lamin, që kishe shumë ngjashmëri, pra pothuajse me pozicionin edhe kjo vetëm, si që shihni këtu, dhe është ndryshe në fillim të fjalës, shkruhet në këtë formë, në mes shkruhet në këtë formë dhe në fund, siç e shihni, shkruhet në këtë formë. Ja'ala është pozicionin në fund të fjalës. Dhe kemi këtu një fjalë ku ka 2 mima bashk. Pra një mim ka ardhur në mes të fjalës me të kuqe dhe e fundit pra është në fund të fjalës. Le është lami, mimi dhe mimi tjetër në fund të fjalës. Pra mimi shkruhet jo kjo me formë të kuqe, sepse kjo është në mes, pra kjo e zeza këtu në fund është mimi në pozicionin në fund të fjalës. Vazhdojmë pastaj me nunin,
që i përkiste familjeve të varkave, po ndryshe, pak më ngushtë dhe më rrumbullak, batane. Nuni shkruhet pra në këtë formë të kuqe si që shihni dhe ngjason shumë me pozicionin kur është e vetme. Thjesht ne për ta lidhur me shkronjën tjetër vendosim një vizë siç e shihni edhe në tabel. Pra nuni shkruhet në këtë formë në fund të fjalës. Ndryshe nga pozicioni në mes dhe në fillim të fjalës, nuni pra në fund shkruhet në këtë formë. Për të vazhduar me wawin, e cila ishte një prej shkronjave që nuk lidhej nga të dy anët. Ju rikujtojmë edhe një herë se elifi, pra dal, dhal, ra, zaj dhe wawi nuk lidhej nga të dy anët. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Dhe wawi shkruhet në fund të fjalës dalawa ose dalwa. Nuk ka rëndësi fare se si e lexojmë, por rëndësi ka që ju ta kuptoni mirë që wawi është pozicionin në fund të fjalës që ngjason me pozicionin në fillim të fjalës, në mes të fjalës edhe në fund gjithashtu. Kemi shkronjën tjetër që është he. Do ju kujtohet që pak më herët folëm për ten e cila shkruhej ngjashëm me këtë, por thjesht vetëm se kishte pra 2 pika sipër. Shikoni pak këtë ten që quhet te merbuta thamë neve dhe heja kështu në fund të fjalës. Pra janë shumë të ngjashme, por ne do t'i dallojmë të dy këto vetëm nëpërmjet pikave. Nëse kjo formë që ju shikoni tani wajhun nuk ka pika, ajo është h, ndërsa nëse ka pikë, siç është këtu jannatun, atëre do t'ju kujtohet se është te dhe jo he, pra që ngjasojnë shumë me njëra tjetrën në mënyrë se si shkruan për në fund të fjalës. Por mos harrojmë që janë gjithmonë pikat që bëjnë diferencën se çfarë shkronje është ajo. Vazhdojmë me jën pastaj. Jëja normalisht shkruhet në këtë formë, laqiya dhe ngjason shumë me pozicionin kur është e vetme, që nuk është e lidhur pra, është e vetme. Jëja shkruhej në këtë formë, në fillim të fjalës, në mes të fjalës, që ngjasote shumë me tën, me 2 pika sipër, por ajo i kishte pra t-ja sipër, kurse jëja i ka 2 pika poshtë. Por në fund të fjalës, kjo shkruhej ndryshe, pra e cila ngjason me pozicionin e vetme. Të dashur ndjekës, këto ishin pra shkronjat në pozicionin në fund të fjalës. Tashmë neve kemi përfunduar pra me pozicionet e shkronjave të alfabetit të gjuhës arabe, që kishin pra pozicioni i vetëm, që ne i kemi mësuar në fillim fare, së bashku me veçoritë e tyre. Kemi pozicionin në fillim të fjalës, kemi pozicionin në mes të fjalës dhe sot, elhamdulillah, përfunduam edhe me pozicionin në fund të fjalës. Sigurisht, unë nuk do lë pa përmendur rëndësinë e mësimit të pozicioneve, sepse çdo gjë varet nga njohuri që ne do përfitojmë mirë apo keq, dobët apo shumë mirë të këtyre pozicioneve, sepse janë shkak shumë i rëndësishëm për të arritur ne aty ku duam. Nesër, pas nesër, ne do mësojmë dhe rregulla tjera të leximit të Kuranit, por nëse ne nuk i kemi përvetësuar si duhet, do të hasim shumë vështirësi në njohjen e shkronjës për shkak të pozicionit në cilën shkronja ndodhet. Pra është në fillim, është në mes, apo është në fund. Sepse një shkronjë siç e kemi përmendur, një fjalë, më saktë, në rastin konkret tu'minu, mund të ketë 3 shkronja, një fjalë mund të ketë 5, mund të ketë 6, më shumë, por jo gjithmonë. Pra ne mund përballemi me një fjalë shumë të thjeshtë që përbëhet nga 3 shkronja dhe dihet e para është në fillim, e dyta është në mes dhe e treta është në fund. Mund të kemi domethënë një fjalë të
përbërë nga më shumë se 3, 4 apo 5 shkronjave. Kështu që duhet shumë mirë të përveçoni pozicionet e tyre për të kaluar inshallah taala në mësimin e ardhshëm tek zanoret e, i, u. Deri atëherë unë ju lë në amanetin e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.